Ndryshe hyri, për ndryshe doli. Sali Berisha është faqur nervoz dhe i hutuar pas paraqitjes së parë në SPAK për dosjen e nxehtë të 21 janarit 2011, ku plumbat vran 4 qytetar. Ish kryeministri asaj dite ju shmang përgjigjeve direkte se për çfarë e kishte thirrur prokurori i posaçëm Alfred Shehu. Kanë bërë pyetje thash dhe në një procedurë shumë normale. Shumë normale. Pas 2 orësh marrje në pyetje nga SPAK, Berisha mbrojti ato se çfarë ndodhi me 21 janar 2011. Fakt për vrasjet, atë duhet të ketë hetimin, thash edhe një herë, po që kur përdorin dhunën, ka dhe plagosje, ka dhe vrasje, kjo është e pamohueshme, s'mund ta thush, s'mund të thush jo. Jo s'mund ta mohosh atë. Dhe ata që organizojnë këto, ose ata që shkelin ligjet bëhen përgjegjës. Sali Berisha mbrojti edhe Andrea Prendin, por ja la atij të gjithë përgjegjësinë e urdhrit për të qelluar me plumba protestues, ndërsa për audioregjistrimin tha se nuk e beson të jetë autentik. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. Është qelluar nga vendrojet e erojëve të Gardës. Andrea Prendi ka qenë në krye të detyrës gjatë gjithë ditës në vlerësimin tim. Ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Kaq. Por shqetësimi i dukshëm i Sali Berishës pas takimit me prokurorinë e posaçme u shfaq sërish kur ai sulmoi SPAK, por edhe ish kryeprokuroren Ina Rama. Çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori, por në ndjekje të lirë sepse Edi Rama dhe Ina Rama kërkonin të eliminonin zinxhirin e komandës. Tashmë SPAK ka në dorë provat e krimit shtetëror të 21 janarit me 4 viktima të pafajshme, por edhe dëshmitë të gjithë zinxhirit komandues që dhanë urdhër për të qelluar mbi protestuesit në vitin 2011. Prokurori Alfred Shehu do të analizojë këto prova bashkë me dëshmitë e dhëna dhe në rast që do të hasen element të veprës penale, pritet që të merren persona të pandehur dhe të komunikohet akuza. Në këtë rast, Sali Berisha do të duhet që të mos paraqitet më në SPAK me bodyguard, por me një avokat mbrojtës.